Pe sofrave të begatët të tezkjes ato. Dhikri. Për shembull, thot Allah më si zemrën e paqë. Sa i po me çka më bëhet paqë? Nëse se bën me namaznate me dhikr, nuk me çka bën paqë. Me çka bëhet ajo paqë? Nëse ai nuk mbushet me dhikr, me Kur'an, me namaznate, me agjërim, me sadaka, me mosas për obligime, me çka bëhet? S'ka tjetër, nuk ka tjetër. Është e vërtetë që namazi, adhurimet janë sebeb të këtij pastrimi, por janë sebeb i pa alternativë. S'ka alternativë tjetër. Ata që kanë tentuar me u pastru në forma tjera, jashtë udhëzimit që ka ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jashtë adhurimit, kurse ka ndonjë. E pamundshme është, nuk mundesh. Për shkak se Allahu xhallahu ala i ka bëu këto sebepe të domosdoshme në këtë proces. Ahireti. Në sa më tepër mbush ahiret, qet domthon ata të e dunjos. Ahireti e pastron zemrën nga të e dunjos. Sa më tepër ahiret në zemër, më pak dunjo. Sa më pak ahiret në zemër, më shumë dunjo. Njëna ka më marrë ato. Dunjoja s'ka qëllim zemër. Dunjoja ka venin në bark, në gojë, në dorë. Që t'ja ka venin dunjoja. Dunjoja s'ka qëllim zemër. Çdo pjesë e dunjos që hin zemër e prish procesin e tezkesave. E komplikon, e vërtirson. E nëse të ndronë të thotë Ibn Taymi rahimahullah, prezenca e një kafshë tek mund të krijesë Allahu të qenjam. Ose prezenca e një fotografie dhe bën me lajket që janë realisht simbolik e mëshirës Allahu te barekutaala. Që ka të nëse që kjo fotografi nga muri i shtëpisë është varë në zemër, atë. Je lidh me dikon me zemër, atë. E aty qyshin atje rahmeti Allah xhallahu ala. Qyshin atje. Nëse një tërë që elpin qeni duhet 7 herë me laptën. E një zemër që elpin dunjaja, sa duhet me laptën? Këto janë sene që duhet mi lidhë si në realitetet e ndërmëzër. Prandaj, sa ma ti për ahiret në zemër, dëbën dunja për zemrës. E sa ma ti për dëbu dunja, proces është funksional. Nga se jemi të kërkuar të mbushim në dunja, e të zbrazim nga dunja. Të mbushim me ahiret, e të zbrazim nga dunja. Moshu ahiret, zbrazu dunja. Moshu ahiret, zbrazu dunja. Kjo proces i vazhdueshëm.